Maskimi ka kërë aty ofër për show. Mirëmbrëma të dashur qytetarë, të nderuar kolegë nga Qeveria e Kosovës dhe Kuvendi i Republikës, të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi, mirë se e gjejmë njëri tjetrin këtu pranë Bibliotekës Kombëtare, ne që guxojmë të vendosim vetë sepse lëvizim me ide dhe dije dhe studime. Përshëndetje për qytetarët e krejt Kosovës e në veçanti për qytetarët e Prishtinës, Mitrovicës, Prizrenit, Gjakovës, Pejës, Vitis, Kaçanikut, Vushtrës, Fushë Kosovës, Obiliqit e të Rahovecit. Këto zgjedhje janë për ju sepse ju e keni në dorë që ta volosni ndryshimin. Të votoni për atë parti e cila në nivelin qendror i ka rritur ndjeshëm rrogat e pensionit, bursat për student e shtesat për fëmijë. Ndërkaq nivelin lokal, kudo ku kemi qeverisur, kemi investuar shumë më tepër se sa paraardhësit tonë, nga të cilat fatkeqësisht trashëguam veç se borxhe. Përshëndetje për aktivistët dhe anëtarët dhe votuesit e vetëvendosjes që me punën e kontributin e tyre sollën rezultatin më të mirë që kemi marrë ndonjëherë në zgjedhje lokale si subjekt politik. E pra, prej raundit të parë fituam 3 komuna, e kaluam në balotazh në 12 komuna të tjera, më shumë se sa çdo parti tjetër. Rritja jonë në zgjedhje lokale
rritja jonë në zgjedhjet lokale ka qenë më e ngadalt, por edhe më e sigurt. Kryetarët tonë lokal në mandatin e shkuar, duke filluar nga Alban Hyseni, Shpejtim Bulliqi, Erden Atiqi, Lulzim Hetemi, Qemal Aliu e Kadri Rahimaj, kanë qenë model i punës me përkushtim dhe ende janë duke vazhduar të punojnë për projektet e tyre pa ndërprerje përgjatë edhe fushatës. Tre prej tyre fituan pa balotazh. E Alban Hysenin Gjilan për vetëm 71 vota mund ta kishte kryer në raundin e parë, por me siguri që do ta kryej në dytin. Ky rezultat fantastik tregon vlerësimin për investimet e duhura dhe punët konkrete. Në shtime Podujev, Kamenic e Gjilan, kandidatët tonë nuk janë votuar vetëm nga votuesit e vetëvendosjes, por edhe nga votuesit e partive të tjera. Me këtë rast i drejtohem pikërisht votuesve të partive të tjera. Të dashur qytetar, mos shkoni pas kalkulimeve që bëjnë kryetarët, por shikoni interesin tuaj si qytetar, të familjes suaj, të lagjës apo të fshatit tuaj, dhe votoni kryetarin që sjell investime për ju dhe pranë jush. E ata kryetar janë Hajrullah Qekun, Prishtinë, Faton Pecin, Mitrovic, Artan Abrashin, Prizren, Ardian Golan, Gjakov, Taulan Kelmendin në Pej, Arsim Ademin në Viti, Jetën Raka në Kaçanik, Syleman Meholli në Vushtri, Valon Prebreza në Fush Kosov, Halil Thaçi në Obiliq, Ali Dula në Rahovec e Alban Hyseni në Gjilan. Populli ynë ka shumë fjalë e shprehje të urta, por njëra prej tyre thot mos e shiko gunën, por shikoje punën. Kështu të dashur qytetar, votues të partive tjera, mos shikoni partinë kësaj radhe, po shikoni punën që është bërë dhe do të bëhet. Në komuna si Shtimja e si Kamenica, për 4 vite kemi quar investime dhe bugjet, aq sa tjerët as për 20 vjet nuk i kanë quar. E pra, pse të mos jenë edhe Prishtina, Mitrovica, Prizreni, Gjakova, Peja, Vitia, Kaçaniku, Fush Kosova, Vushtria, Obiliqi, Rahoveci, njësoj si Podujeva e Gjilani. Pse të mos vinë edhe të komunat tuaja investime 10 milionëshe. Mendoni mirë të dashur qytetar dhe zgjidhni kryetarin e duhur e që ju duhet. Të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi madhështor, ne duam që Kosova të vazhdoj të jetë e banuar në të gjitha anët e saj cep më cep. Nuk e duam braktisjen e fshatrave dhe as qytetëve. Këtë gjë në Evropë kanë arritur ta bëjnë vendet skandinave dhe Gjermania, si askush tjetër. Ato vende i marrim si model për zhvillimin lokal dhe politikat lokale të cilat duam t'i zbatojmë. E vetmja mënyrë që kjo të ndodhë është investim i madh dhe i mençur për pushtetin lokal. Populli i Kosovës ka një pjekuri të rrallë, një patriotizëm shembullor dhe një rini moderne. Keni për ta parë se ky popull do t'i befasoj në balotazh dhe do të votoj kundër bllokimeve e bloqeve të prapaskenës, sepse ne duam hapjen dhe modernizimin, zhvillimin dhe punën. Bloqet bllokuese do të bllokohen e komunat anë mban do të zhvillohen. Të dashur pjesëmarrës, ne kemi premtuar dhe do ta mbajmë fjalën. 1 miliard euro investime në për komuna dhe për komunat. Por ju e dini,
unë nuk ja bugjetin e shtetit dhe parate taksave për ata kryetar të cilët nuk din të punojnë mirë apo për ata që vjedhin. Mos i votoni ata që nuk din e nuk duan punën, e as ata që din e duan vjedhin. Me ata nuk ka investime e as zhvillim, siç nuk ka pasur për 20 vite pas luftës. E tash, më konkretisht të nderuar qytetar, ju ftoj që të gjithë ju që jeni votues në Prishtinë, ta votoni Hajrullah Qekun, ministrin më të suksesshëm në realizimin e investimeve, i cili po vjen me një mision të veçantë në kryeqytet. Unë sonte nuk do të flas për programin e tij të shkëlqyer, sepse ai do ta shpjegoj vetë në takimet me ju, por po flas për zotimet e mia si kryeministër dhe bashkëpartiak i Hajrullah Qekut. Me hajron kryetar, në kohë rekorde, do të japim mbështetjen për unazën e jashtme të qytetit dhe puna do të filloj brenda pak muajsh, sepse nuk e durojmë dot më bllokimin. Me hajron kryetar e me vetëvendosjen qeverisje lokale, para vitit 2030, Prishtina do të jetë kryeqytet model për rajonin i pajisur me stadiume, palestra, salla sporti, pishina dhe objekte të tjera sportive e kulturore, gati për të pritur një event gjigant siç janë lojrat mesdhetare. Me hajron për një Prishtinë së cilës ja kthejmë krenarin, barazin, funksionimin, zhvillimin. Andaj e ftoj këtu pranë meje e para jush kryetarin e ardhshëm të kryeqytetit Hajrullah Qekun. Faleminderit. Ju falenderoj gjithëve për këtë mbështetje të madhe që në fakt po e shohim që disa muaj cep komunës Prishtinës, edhe në qytet, edhe në fshat. Mirë se erdhët gjithë në Prishtinë, suksese gjithë kandidatëve, kolegëve të mi të vetëvendosjes. Ne në Prishtinë kemi ndërtuar një front të gjerë qytetar kundër qeverisjes së keqe të 4 viteve të fundit, dhe ky bashkim i qytetarëve, i banorëve të Prishtinës, është shumë më i fuqishëm se bashkimi i këtyre tjerëve, që në fakt po bëhen bashkë vetëm për interesa, vetëm për pushtet, e ne po bëhemi bashkë për qeverisje të mirë, për një Prishtinë të ndryshimeve të mëdha bashkë me kryeministrin Kurti. Ne po bëhemi bashkë për shkolla më të mira për kryeqytetin, ku do të krijohen kushtet për një mësim gjithditor serioz. Për më shumë çerdhe publike dhe me bazën komunitet, me kostot përballueshme, që prindrit e posaçërisht gratë të kenë mundësi të aktivizohen tregun e punës. Ne po bëhemi bashkë për një Prishtinë të sportit, sepse i presim lojrat mesdhetare, por pastaj vazhdojmë me vizionin për Prishtinën si qendër e rëndësishme e ngjarjeve sportive ndërkombëtare. Ne po bëhemi bashkë për një Prishtinë të mirëqenies për secilën familje, për përkujdesje për të gjithë ata që kanë nevojë, e sidomos ata që janë të marginalizuar. Ne po bëhemi bashkë për një Prishtinë ku buxheti nuk i shërben grupeve të caktuara, buxheti nuk është instrument as për shlyerje të borxheve, as për të privilegjuar dikë, por për të adresuar nevojat, hallet, kërkesat e qytetarëve, e ky buxhet po bëhet bashkë me qytetarët, ndërsa investimet do të bëhen duke respektuar parimin e barazisë. Investojmë aty ku ka nevojë, investojmë në çdo lagje pa diskriminim, në çdo fshat, e trajtojmë secilin banor në mënyrë të barabartë,
sepse duam një qytet që i zgjidh problemet e veta urbanistike me qasje të kujdesshme, planifikim dhe realizim. Duam fëmijë që luajnë në për rrugë të rrugisat, në për sheshet e pashtit e qytetit, në siguri të plot dhe në mënyrë dinjitetshme, e jo në hijen e ndërtimeve pa leje. E duam një Prishtinë që zhvillohet dhe kujdeset për secilin banor. E duam Prishtinën e vitit 2035, që do të jetë edhe funksionale, edhe zhvilluar dhe do të garantoj barazi, dhe për këtë e kërkojmë mbështetjen e gjithë juve. 9 nëntori është data, ndryshimi në Prishtinë po vjen. Faleminderit shumë gjithë. Faleminderit kryeministër. Nga Prishtina e madhe shkojmë te Mitrovica, komuna me një rëndësi vitale për Republikën e Kosovës, ku ne kemi një plan të gjerë zhvillimor. Me kryetarin e ri Faton Pecin, i cili ka qenë një ministër i shkëlqyer dhe deputet shumë i votuar, jam dakorduar që me prioritet e pavonuar të ndërtojmë në Mitrovic implantin për trajtimin e ujrave të zeza, kapacitetet për trajtimin dhe menaxhimin e mbeturinave, si dhe rregullimin e pastrimin e shtratit të lumejve Sitnic e Ibër. Mitrovicën e duam dhe do ta bëjmë të pastër si loti, të përshtatshme edhe për turizëm e për sporte të natyrës. Veç kësaj, dashur Mitrovicës, prioritet i imi, bashkë me kryetarin Faton Peci, është edhe ndërtimi i spitalit të ri të qytetit Mitrovic, një qendër shëndetësore multifunksionale e moderne, e cila do të shërbej pacientëve Mitrovicas dhe komunave përreth. E diun fort mirë se ka investime e interesime për bllokim e prapambetje të Mitrovicës, por Mitrovicën do ta pastrojmë e do ta zhvillojmë me mjedis, shëndetësi, arsim, punësim, kulturë e mirëqenie. Mitrovica nuk është cep i Kosovës, Mitrovica është zemra e Kosovës, andaj ju ftoj ta votoni njeriun e dëshmuar për punë e për suksese, birin e komunës suaj, e vllajën tuaj, Faton Pecin, të cilin e ftoj që ta merr fjalën. Faleminderit shumë. Mirëmbrëma të gjithëve, e mirë se gjejmë njëri tjetrin në Prishtinë, nderuar kryeministër, koleg nga qeveria e vendit, aktivist dhe gjithë ju të pranishëm. Mitrovica është sinonim i qëndresës. Mitrovica është sinonim i qëndresës dhe rezistencës. Edhe në këtë proces zgjedhor, Mitrovica është qytet dhe vatër e qendresës dhe edhe këtë proces zgjedhor ka tregu se nuk thyhet. Nuk thyhet nga propaganda, nuk thyhet nga veprimet e përbashkëta kriminale që struktura dhe çështjet caktuara e adresojnë. Ne ju përshëndesim këtu në Prishtinë në emër të qytetarëve të Mitrovicës, që për më shumë se 20 vite ka qenë simbol i ndarjes, simbol i problemeve dhe i mos zhvillimit. Ne sot vim nga Mitrovica këtu në Prishtinë për të thonë se Mitrovica është më shumë se asnjëherë më parë e zhvilluar dhe e bashkuar fal qeverisjes drejtuar nga kryeministri Albin Kurti. Fuqata zgjedhore në Mitrovic ishte më e ashpra se sa në secilën komunë të Republikës Kosovës. Kjo për faktin për shkak se këtu përballen dy koncepte të cilat luftojnë për pjesën e trashëgimisë politike. Koncepti politik në të cilën disa kanë krijuar bloqe edhe nivel nacional e lokal, e që kam për synim që të rikthehen tek pjesa e ndarjes së Mitrovicës në lumin Ibër. Dhe koncepti ynë, i cili e ka bë bashk Mitrovicën, e ka bë bashk gjithë Kosovën dhe e ka zhvillu Mitrovicën dhe lumi Ibër nuk është më
lumi i cili e ndon Mitrovicën dhe Kosovën. Fal mbështetjes së qeverisë është kthyer vëmendja në Mitrovicë dhe në gjithë veriun e Kosovës. Kjo vëmendje dhe ky angazhim dhe rezultatet e jashtëzakonshme që kemi arritur si qeveri, ne synojmë që në fazën e ardhshme që të bashkangjesim edhe me një qeverisje të mirë në nivelin komunal, një qeverisje e cila nuk bën ankesa, po bën kërkesa tek kryeministri Kurti dhe gjithë ju ministrat të dashur. E rrjedhimisht ne jemi të angazhuar dhe të përkushtuar për të instaluar një qeverisje në funksion të qytetarit të Republikës në komunën e Mitrovicës edhe nga në rrafshin lokal. Funksion kësaj ne do të ndërtojmë një numër të konsiderueshëm të qerdhëve për shkak se fatkeqësia është që Mitrovica është komuna që për 5 vite ka ndërtu vetëm një qerdhje si rezultat i mungesës së qasjes proaktive, vizionit dhe dashnisë për qytetin edhe vendin. Ne do të ofrojmë shërbime shëndetësore, cilësore, duke filluar nga mbështetja qeveritare për ndërtimin e spitalit, sikurse do të ngrisim kapacitetet edhe në aspektin e shërbimeve shëndetësore në sistemin primar shëndetësor. Punësimi është një problem më i madh në Mitrovicë, të cilën do të adresojmë posaçërisht për gjeneratat e reja, duke nda fond fillimisht nga komuna, në të cilën do të negociojmë bashkë me programet qeveritare dhe fondet ndërkombëtare. Në aspektin ambiental, qyteti Mitrovicës fatkeqësisht është qyteti me problemet më të mëdha për shkak edhe të trashëgimisë dhe mbetjeve industriale, po dhe faktorëve të tjerë, e ne kemi zotimin e qeverisë, kryeministit Albin Kurti, që do të adresojmë edhe çështën e impjantit të trajtimit të ujërave të zeza, po edhe njëkohësisht ne do të angazhohemi edhe për gjelbrim, edhe për pastërti, edhe për investim. Zona e Shalës, që ka bukuri të jashtëzakonshme, do të jetë në fokus të investimeve, të agroturizmit dhe ekoturizmit, dhe në funksion kësaj, gjithë kjo do të ketë ndërlidhje edhe me aspektet arkeologjike dhe të trashëgimisë të jashtëzakonshme që kjo zonë ka. Sikurse në nivel të qeverisë që kanë qenë jashtëzakonisht i përkushtuar për t'i bërë shërbim fermerit, me të njëjtin përkushtim dhe angazhim do të jem në shërbim të Mitrovicës për shkak se ja kam borxh edhe për shkak se du me i bë shërbim me nder, me përkushtim edhe me angazhim. Bashk do ja dalim, të tjerët kanë kriju bloqe, ne jemi bashk për Mitrovicën, e kemi bashku Mitrovicën dhe do ta zhvillojmë Mitrovicën. Ju falenderoj shumë. Pas këtij të bimi, sonte, unë do të nisem me njëherë për Mitrovicë, se kena me fatorin takim me rinin atje. Por tash dhe këtu, nga Mitrovica shkojmë drejtën Prizren, atje kemi kandidatin e shkëlqyer, bashkëpërfaqëtarin tonë vetëvendosje, deputetin që i ka hije dhe pesh fjala Artan Abrashin. Për kryeqytetin ton historik e kulturor na duhet një mobilizim i veçantë. Do të jetë një 4 vjeçar transformues, me vetëvendosjen në qeveri e me Artan Abrashin kryet komunës Prizrenit. Projektet janë shumëta. Artani ka përgatitur një plan program vizionare shumë detajuar që ju ftoj ta lexoni se është shumë interesant. Një projekt që ne do ta mbështesim e që jep frymarrje qytetit është ndërtimi i tunelit të Bajrit, nga ITP-ja, ku ka qenë këfori gjerman dikur, deri në Marash i gjatë 1.3 kilometra. Sipas studimeve të ekspertëve, ky tunel do të reduktoj trafikun e veturave deri në 40%, pra do ta zhbllokojmë edhe Prizrenin. Tash në vitet e 70-ta ka ekzistuar plani për këtë tunel, por Jugoslavia nuk e bëri. E merrni me mend, nuk e bën as qeveri tjera para nesh. Por ne do ta bëjmë sepse ne bashkë me kryetarin Artan Abrashi jemi misionar të ndryshimit dhe të zhvillimit, jemi shërptor të qytetit dhe të banorëve. Artan Abrashi.
Përshëndetje për gjithë të nderuar miq, aktivistë, të nderuar qytetar, shumë i nderuar kryeministri i Republikës Kosovës. Më vjen mirë sot që këtu jam edhe me kolegë nga shumë komuna. E mbani mend zgjedhjet e kaluara, merrnim kritika që lëvizjave të vendosje nuk është alternativë lokale, mirë po shumë kujt nuk po i pëlqen kjo pamje. Jemi pretendent për 12 komuna shumë të rëndësishme të Republikës Kosovës, që është dëshmi e forcës sonë në rritje, që është dëshmi e besimit qytetar, që çdo ditë më shumë po e marrim si lëvizjeve të vendosje. Edhe forca jonë, edhe besimi qytetarëve natyrisht se na shtohet në Prizren, në qytetin e lidhjes, në qytetin e bukur e të dashurisë. Aty kemi shumë plane. Mirë po për të realizuar ato plane, fillimisht ne duhet të ndërtojmë atje një front demokratik, që përbëhet nga gjithë qytetarët që nuk e durojnë politikën në përkëmbse që e kemi pasur në këto 4 vite. E ky front duhet ta kthej pushtetin tek qytetari, pushtetin i cili punon për qytetarin, ja lehtëson jetën dhe e bën atë më cilësore, më të denjë e më të drejtë. E për ta bërë këtë, ne do ta jetësojmë programin tonë që e kemi quajtur Prizreni 365 ditë, sepse aktualisht Prizreni nën qeverisjen korruptive të PDK-s është qytet sezonal që vetëm 1 muaj frymon dhe 11 muaj të tjerë hesht. Këtë do ta ndryshojmë së bashku me gjithë ata që duan me të vërtetë ndryshimin. Programi jonë është programi ndryshimit, është programi i cili prek pjesët më të rëndësishme të përditshmërisë në Prizren. Ne do të synojmë që ta ngrisim turizmin si burim ekonomik në nivel tjetër, do ta bëjmë një kalendar të aktiviteteve gjatë tër vitin që Prizreni mos të jetë kështu i heshtur se siç është. Do të investojmë në infrastrukturë pa dallim, në përlagje dhe fshatra, duke i bërë ato më të jetueshme dhe pa diskriminim siç ka ndodhur deri më tani. Do të investojmë në çerdhe që fëmijët tanë të rritën me idenë e përkujdesjes së shtetit. Do të investojmë në shumë burime tjera ekonomike e kulturore të cilat po na sjellin edhe dobi në komunën tonë. Mirë po për ta bërë këtë, natyrisht se fillim duhet të mobilizohemi si qytetar dhe në këtë javën vendimtare që ka mbetur, të gjithë së bashku të fitojmë, t'i largojmë këtë klik nga pushteti që punon vetëm për veten dhe ta bim në pushtet një qeverisje të drejtë për qytetarët e Prizrenit pa dallim. I ftoj gjithë qytetarët që këtë javë ta marrin vendimin mirë, ta marrin vendimin drejt dhe të vendosin për ndryshim për numrin 105. Ju faleminderit shumë. Prej Prizrenit shkojmë në djepin e arsimit dhe të kulturës në Gjakov, ku e kemi profesorin Ardian Gola. Ardian Gola është një kandidat që do ta kishte zili çdo qytet, një sociolog mendimtar e shkencëtar që na bën krenar që e kemi kolegë. Një njeri i sjellshëm e i kulturuar, me frymë moderne e me ndjenjë e vetdije të lartë qytetarie. Programi i Ardianit është ambicioz e i gjerë, por unë sot do të flas vetëm për ato pjesë që ne si qeveri dhe unë si kryeministër, duke qenë të sigurt se kryetari Gola dhe komuna do të bëj edhe shumë punë të tjera, ne do ta mbështesim pa rezervë, pa pushim, pa kursim. E para, Parku Multifunksional Olimpik i Gjakovës, një hapësirë në shërbim të krejt sportistëve të Kosovës, por edhe të atyre nga rajoni. Nuk ka të ne terrene për sporte olimpike. E Gjakova do t'jetë e para e cila do të ketë të tilla me standarde europiane. Zotimi i dytë, dhe kjo është shumë i rëndësishëm, Gjakova do t'jetë vendi ku do të lidhet siguria dhe ekonomia.
Atje do të zhvillohet industria për prodhimin e dronëve ushtarak dhe civil, si dhe fabrika për prodhimin e municionit. Gjakovës do t'ja kthejmë industrin, sepse vetëm asisoj mund t'ja kthejmë edhe rinin, që të punojnë pranë familjeve të tyre, pa pasur nevojë të largohen në Prishtinë apo jashtë vendit tonë. Zonja dhe zotëri, motra dhe vlezër profesor Ardian Golja. Faleminderit shumë të pranishëm, koleg, partijak, profesor, kryeministër. Këto ditë kanë qenë shumë intenzive. Unë dhe i kam shiju me gjvin nga sociologjia dhe kam shëndru këtë përvojë politike edhe në përvojë etnografike e sociologjike. Dhe t'ju them të drejten, kam parë shumë fytyra shumë entuziaste, nga njerë më të vetë përmbajtura, nga njerë shumë gëzim e disa të dëshpëruara, që është të vërteta, por në secilin për këtyre ftyrave, qartazi është vrejt, është diktu një nevojë e brendshme për ndryshim të qeverisjes në Gjakov. Për shkak se qeverisja në Gjakov modelin dhe formulën e ka gabim. Dhe në shkencë, më shumë se sa rezultati, matet fillimisht metoda, pra formula. Kur formulën e ke keq, e arritura nuk çmohet. Ama kur formulën, metodën, modelin e ke të mirë, edhe gabimet e justifikohen. Kështu të ajo çfarë ka ndodhur në Gjakov është që në start formula, modeli që qeverisjes ka qenë i keq, e këtu as të arriturat nuk kanë qenë të duhura, as të nevojshme, prandaj sot qytetarët e Gjakovës gjithandej e shprehin dikush me zë e dikush me mimika ftyrë se kjo qeverisje duhet me undru sepse qyteti është në ngulfat. Një qeverisje e cila është duke i shpopullu sistematikisht fshatrat e është duke e mbi popullu qytetin. Tokat bujqësore në fshat janë shndru në djerina, ndërsa qyteti është shndru në gjungull betoni. Dhe normalisht një komunë e tillë bëhet edhe e pajetueshme. Rrjedhimisht ajo çfarë tash ne jemi të përkushtuar dhe e kemi vizion e mision politik është revitalizimi demografik i popullatës së Gjakovës përmes projekteve konkrete, duke filluar me Tazëm, Jakova Tech Hub, që do të jetë një projekt që do të instalohet në ndërtesën e Ish-Bankosit, ku aktualisht është edhe qeveria në Ike, në një ndërtesë ku do të jetë një hapësirë atraktive për deget e kompanive me rating ndërkombëtar në fushën e IT-s, do të stipendohen student e kuadro të cilët në pastaj do të kontraktohen nga këto kompani me rroga të dinjitetshme dhe kjo do të jetë tashmë një mundësi shumë e mirë që të rinjt mos ta kërkojnë të ardhmen e tyre profesionale e shoqërore jashtë Gjakovës ose jashtë Kosovës, por brenda në Gjakovë. Por kjo nuk është i vetmi projekt, sepse kemi edhe projekte të tjera, duke filluar edhe me zonën ekonomike, përkatësisht zonën industriale, që do të jetë një hapësirë me infrastrukturë të duhur, të përshtatshme dhe të nevojshme për të zhvilluar aktivitetet industriale inovative që aktualisht janë në Gjakov, por nuk e kanë përkrajen e mjaftueshme infrastrukturore që mund të ofrohet nga Gjakova, dhe ne këtë do ta bëjmë. Por kjo nuk është vetëm projekt që do të përfundojmë me kaq, për shkak se edhe një mori projekte tjera të cilat nuk e kemi ndërmend këtu sot me shpalos, sepse ato po i shpalosin vazhdimisht në terren, gjitha do të jenë në funksion të rikthimit të komunës tek qytetari,
pasi që aktualisht komuna është plotësisht e privatizuar, është në funksion të një konjunkture të disa individëve që vendimarrjen e kanë të privatizuar, qytetarët po i shpërndasojnë, jo vetëm nga prona publike, pra shprehimisht janë duke i shpërndasuar nga pronat publike, por njëkohësisht janë duke i shpërndasuar edhe nga vendimarrja. E kur qytetari nuk është i përfshirë në vendimarrje, s'mund flasim për demokraci, po flasim për klientokraci ose sistem patronazhi që do të jepet fund me 9 nëntor. E tash, fatkeqësisht, disa forca politike po bëhen bashk kundër ndryshimit për të ruajtur një status quo që gjeneron profite e privilegje të pafundme për një grup të vogël njerëzish dhe pamundson që të drejtat dhe mundësitë të shpërndahen për të gjithë. Ky sistem klientokratik e ka ngulfat dhe ka vendosur në depresion pothuajse qytetarin. Dhe kjo klientokraci është duke pamundsuar meritokracinë. Unë po marr vetëm një shembull. Ne gjithmonë e dim faktikisht që buxheti nuk është proporcional me nevojat e qytetarëve. Gjithmonë ka më shumë nevoja se sa që ka buxhet. Dhe kjo është e mirë, sepse kjo stimulon zhvillimin. Po ajo çfarë ka munguar në Gjakovë dhe kam përshtypjen që është në pothuajse secilën e komunë, është që kur ti e ndan në mënyrë të pabarabartë buxhetin, ti prodhon diskriminim i cili e demotivon edhe punëtorin, edhe fermerin, edhe bujkun, edhe studentin, edhe qytetarin. Kur qytetari e din që sa do pak, ama jipet në mënyrë të barabartë dhe të drejtë, ai ashtu ka më stimulu me punu dhe jo me dal jashtë. Dhe na kemi me instalu këtë model të ndarjes buxhetore në mënyrë të drejtë dhe të barabartë, ashtu që qytetari edhe kur jepet e din saktësisht që është ajo që nuk ka pas mundësi më dhon më shumë, dhe ai ka më jap më pastaj edhe më shumë me punë, me energji, me vullnet dhe kështu do të krijojmë një shoqëri të organizuar, moderne dhe progresive. Prandaj me datën 9 nëntor balotazhi do të jep fund këtij modeli klientelist të qeverisjes për të kaluar në modelin e demokracisë dhe meritokracisë. Unë ftoj gjithë qytetarët dhe më duhet t'i bashkangjitëm ftesës së kryeministit që ju bëri qytetarëve pa dallim përkatësie partijake, sepse momenti i ndryshimit është moment që jo rrallë herë vije në periudha dhe kohë historike, prandaj le të vlerësojnë punën, le të vlerësojnë integritetin e atyre që premtojnë, sepse çështë është Volteri, njerëzit duhet me vlerësu në bazë pyetjeve që bojnë dhe jo përgjigjeve që japin, a politikanë duhet me vlerësu në bazë premtimeve që bojnë, më pastaj në bazë punës ja jap edhe notën. Prandaj ju lutem gjithë qytetarëve të Gjakovës që të përbashkohen me lëvizjen vetëvendosje për të arritur ndryshimin i cili është i nevojshëm për këtë komunë dhe ta bëjmë Gjakovën shembull për Kosovën. Ju falenderoj shumë. Nga Gjakova shkojmë në Gryk Trugovës, rrës bjeshkëve madhështore, te lulja e Dugazhinit, peja e beslidhjes, peja e traditës dhe e krenarisë, por edhe peja e punës dhe e turizmit. E pranë pej, kur ta bëjmë kryetar një djalë shembullor si Taulant Kelmendi, unë si kryeministër zotohem se do të merrem vetë personalisht për të realizuar qendrën turistike Borea. Prej 13 vitesh e kanë premtuar ata tjerët. Nuk e kanë bërë as kur kryeministrin e kanë pas vetin, e as me mua, sepse ata janë te premtimet boshe e jo te puna reale. Një mandat i mjafton Taulant Kelmendit që lulja e Dugazhinit lulëzoj e që peja të ngrihet krenare e të ftoj turist nga Kosova, e Shqipëria, nga rajoni dhe nga e gjithë Evropa.
e ftoj Taulan Kelmendin që t'ju drejtohet me një fjalë rasti. Falënderit. Falënderit gjithë qytetarëve që janë me ne sonte këtu. I nderuar kryeministër, falënderit shumë që pas 12 vjetëve me 12 tetor në pej sollëm shpresën dhe jemi në balotazh. Këtë shpresë me 9 nëntor do ta kthejmë në fitore e fitore në punë për pejen funksionale, pejen e mirëqenies e pejen turistike. Bashkë me juve si kryeministër, bashkë me ekipin tim, do të angazhohemi qysh në 100 ditë e para të qeverisjes tonë të bëjmë punë e jo fjalë e premtime boshe. Do të fillojmë me projektin e platformës Lagja ime, fshati im, ku secili komunitet, në secilin fshat e në secilin lagje do të ketë mundësi të prioritizoj projektet e veta infrastrukturore. Do të fillojmë me projektin e shtrirjes së rrjetit të ujësjellësit në 28 lokalitete. Nuk ka kuptim që peja qyteti i dytë me burimet e ujit të pijes prap në vitin 2025 të mos ketë ujë të pijes. Do të zgjedhim njëherë e mirë problemin e mbeturinave dhe qendreve e ndatsak. Do të fillojmë me projektin e fizibilitetit për kanalin e Çokolicës. Do të fillojmë me projektin e pastrimit të qytetit, pastrimit të rrugëve, rrugicave e lumenve. Do të fillojmë me projektin e 5 qendrave të mësimit plotësues e qyteti i kulturës, do të hapë teatrin në vitin 2025. Po ashtu do të funksionalizojmë kineman e qytetit, e cila ka tash e 8 vite që nuk shfaq asnjë film. Bashkë me kryeministrin Kurti, bashkë me qeverinë tonë, po ashtu do të fillojmë që në 100 ditë e para rrugën, ndërtimin e rrugës Pej Kuqish Qakor. Të dashur qytetar, e të dashur qytetar të Pejës, me 9 nëntor përpara vetës e kemi një fletvotim i cili është më i vogël se fletvotimi i 12 tetorit. Ai fletvotim i ka 2 opsione. 2 opsione, po që njeri është problemi e tjetra zgjidhja. Gazmen Muhaxheri, kryetari i vjetër e i vjetruar, i nënshtruar nga lakmia e tij nga grupi i interesit, i nënshtruar nga Karriçit, nga vëllezërit Karriç, e i nënshtruar nga patriarku Porfiria. E në anën tjetër zgjidhja, hapja e kapitullit të ri të Pejës, hapja e kapitullit dinitetit, mirëqenies e perspektives për secilin gjenerat në qytetin tonë. I ftoj gjithë qytetarët e Pejës na bashkohen këtë rrugtim për te subjekteve politike ta bëjnë ndryshimin e Pejë që të bashkëpunojmë, bashkëqeverisim e të fitojmë. Përpara për fitore. Nga Peja te Vitia te doktori i shkencave bujqësore Arsim Ademi. Në Viti e ndjejmë entuziazmin e bashkimit në mbështetje të ndryshimit. Arsimit i kam premtuar dhe unë gjithmonë e mbaj fjalën, prioritet qeveritar do të jetë rritja e kapacitetit për prodhimtuit pijes dhe rrjeti i furnizimit me ujë në çdo fshat të komunës e lagje të qytetit. Veç kësaj do të investojmë urgjentisht në ndërtimin e implantit për trajtimin e ujrave të zeza bashkë me kolektorët kryesor. E banorëve të Vitis u zotohem se shpejt do ta bëjmë edhe rrugën tranzitore për Vitin. Para jush e ftoj të vi kryetari i ardhshëm i komunës Vitis, Arsim Ademi. Atëherë i nderuar kryeministër, të nderuar mysafirë pjesëmarrës të dashur qytetar, Vitis me gjitha lagjet e fshatrat e saj i duhet ndryshimi.
Edhe votimet e fundit tregun që 62% janë për ndryshimin viti. Ky ndryshim do të vjen, hapin e parë tashmë e kemi bë, edhe ajo që na kërkohet është që të bëjmë edhe hapin vendimtar bashkë me qytetarët e Vitis për të sjellë ndryshimin e shumë kërkuar për qytetin tonë. Në Viti duhet të harrohet e kaluara, e hidhur sidomos këto 12 vitet e fundit dhe Vitia duhet të drejtohet ka e ardhmja është bashkë me ne e bashkë me lëvizjen vetëvendosje. Bashkë për Vitin do të bëjmë shumë punë e shumë ndryshime, të fillu prej arsimit ku do të ndërtojmë qerdhe të reja, do të modernizojmë shkollat tona, do të punojmë shumë edhe në fusha tjera, sidomos në fushën e shëndetësisë ku do të jetë poliklinika multifunksionale, specialistike, që do të jetë për në shërbim të qytetarëve të Vitis. Do të punojmë për infrastrukturë moderne e ambient të jetueshëm për qytetarët e Vitis, ku do të fokusohemi në ndërtimin e rrugëve të reja e në trotuare e ndriçim cilësor. Po sigurisht fokusi jonë, ashtu që tha dhe kryeministri, do të jetë uji i pijshëm, për shkak se Vitia edhe tash 26 vite pas luftës akoma e vunë si problem mungesën e ujit të pijshëm. E ne do të punojmë në rritjet kapaciteteve bashkë me kryeministrin e bashkë me qeverinë, po edhe në shtrirjen e rrjetit. Për një ambient jetueshëm do të punojmë edhe në trajtimin e dur të ujrave zeza me impjantin për trajtimin e ujrave zeza bashkë me kolektorët e me shtrirjen e rrjetit në ato zona ku mungon. Po do të punojmë bashkarisht edhe në fusha tjera, sidomos te pjesa e infrastrukturës në për qytet, ku ka nevojë për zgjerim edhe për rrugën tranzitore që është shumë e nevojshme për qytetin tonë, për shkak se Vitia në pikun e saj është ngarkuar sidomos gjatë verës, po edhe gjatë periudhës dimrit, pushimeve. Andaj rruga tranzitore do të jetë zgjidhja e rrugët tjera, dy rrugët kryesore që quhen rruga Klokot Bibaj dhe rruga Viti Gërlic do të jenë prap prioritet për zgjerimin dhe rivitalizimin e tyre. Sa i përket zhvillimit të Vitis, ne do të jemi në mbështetje të bujqëve, fermerëve e sipërmarrësve, e sigurisht do të ketë hapësinë, do të bashkëpunim shumë edhe me investitorët e jashtëm, sidomos ato nga diaspora. Vitis thash se i do të ndryshimi, e ky ndryshim do të vijë bashkë me qytetarët tonë, pavarësisht se si kanë votuar herën e parë, ata sot do të jenë bashkë sepse të gjithë qytetarët e Vitis e duan ndryshimin. Andaj ndryshimin e Vitit do të jetë me 9 nëntor e zgjidhja do të jetë numri 105. Faleminderit gjithëve. E nga Vitia kalojmë te Kashaniku ynë heroik. Kashaniku Shkëmbegur ka nevojë urgjente për zhvillim, për ekonomi edhe për infrastrukturë. Me kryetarin Jeton Rakën dhe qeverisjen e vetëvendosjes, të gjithë banorëve të Kaçanikut ju japim fjalën e nderit se në kohë shumë shpejt do të zgjidhet çështja e ujit pijes me fabrikën e përpunimit të ujit. Edhe në Kaçanik do të investojmë për sportin, një stadium futbolli që do të jetë krenaria e tifogrupit simpatik Fikshat, që na kanë mbështetur për shumë kauza kombëtare. E te hyrja e autostradës aty pranë do të ndërtojmë parkun industrial në shërbim të bizneseve të zonës. Kështu Kaçaniku jo vetëm Shkëmbegur, po edhe ujë, sport dhe ekonomi, pra jetë, shëndet dhe mirëqenie, sepse do ta ketë kryetar Jeton Rakën, të cilën e ftoj ta marrë fjalën. Faleminderit. Atëherë, të dashur qytetarë të Kosovës, bashkëqytetarë
të Kaçanikut, lagjeve dhe fshatrave tona, dashur koleg, bashkëpunëtor, mbështetës e aktivist televizjes, më lejoni t'ju falenderoj për mbështetjen dhe besimin që na jepni çdo ditë. Kaçaniku ka njerëz punëtor të ndershëm dhe me zemër të madhe. Pas 9 nëntorit, Kaçaniku do të ketë qeverisje të ndershme dhe të dinjitetshme. Ne do të punojmë bashkë, do të punojmë drejt dhe pandalshëm. Ne do të fillojmë punën me njëherë, kemi miliona euro të buxhetuara, të cilat pushteti aktual, pushteti në ikje, nuk i deshti. Këto projekte do t'i fillojmë ne, pra rrugë më të mira, ujë të pishëm, parkun industrial, më shumë qerdhe, e rrjedhimisht edhe zhvillim ekonomik që do të mundsoj të rinjve për të ndërtuar të ardhmen në Kaçanik. Fitoria është afër, fitoria është e jona, na duhet mobilizim e përkushtim, na duhet të jemi bashkë dhe sa më shumë. 105 herë faleminderit secilit prej jush. Prej Kaçanikut lëvizim në vushtrin e Hasan Prishtinës dhe shumë patriotëve e dëshmorëve. Vushtria e traditës urës kalas, vushtria e bujqësisë dhe përpunimit të ushqimit. Në vushtre kemi kandidatin ton Sulejman Mehollin, i cili tashmë ka siguruar edhe mbështetjen e ish kryetarit Xhafer Tahirit, me të cilin kemi qenë dikur në bashkëqeverisje. Banorët e vushtrisë e dinë që ky bashkëpunim sjell vetëse zhvillim. E këtij zhvillimi unë po ja shtoj edhe zytimin që me doktor Sylen, kryetar, e me vetëvendosjen në qeveri, ngrohtoria e qytetit do të realizohet shumë shpejt dhe do të pajisen banesat në qasje në ngrohje publike. Doktor Sulejman Meholli, kryetar i arshëm i vushtrisë, para juve. Mirëmbrëma gjithëve të dashur pjesëmarrës të këtij tubimi madhështor, shumë i dashur dhe i nderuar kryeministër, zotëri Albin Kurti, lejoni që t'ju përcjell përshëndetjet më të përzemërta të qytetit të lartësisë dhe historisë Vushtrisë që në këtë fazë të zgjedhjeve, pra në rundin e dytë në ballotazh, ka trazuar gjithë skenën politike të Kosovës, sepse, si që thatë edhe ju, kemi arritur koalicionin e fitores dhe të ndryshimit në Vushtre, prandaj javë ka rrit edhe tensionin edhe panikun. E pa dyshim që pjesë e falënderimit për këtë marrëveshje të fitores jeni dhe ju, që si në asnjë komunë tjetër na keni asistuar për të bërë bashkë për ndryshimin e madh në Vushtre. Të dashur qytetar e veçanërisht banor të dashur vendas të mi të Vushtresë, me 9 nëntor 2025 në flet votim kemi vetëm 2 opsione. Opsionin e ndryshimit me qeverisjen e lëvizjes vetëvendosje bashkë me partnerët e koalicionit dhe opsionin e atyre që duan Vushtrin ta sundojnë e jo ta qeverisin.
me qeverisjen tonë, vushtrin e zhvillojmë e përparojmë, i kthejmë shpresën dhe dignitetin, i kthejmë vendimarrjen qytetarëve të vushtrisë dhe sigurojmë projektet e mëdha e bazike që vushtrisë i mungojnë tash 26 vite. Në 4 vite të qeverisjes tonë, bashkë me zotimin e kryeministrit për mbështetje, ne sigurojmë ujin e pijes në çdo lokalitet komunës Vushtrisë, sigurojmë stacionin e autobusëve, transportin publik në urban dhe ndërurban, sigurojmë parkun e qytetit në sipërfaqe prej 2 hektarësh, sigurojmë transportin falas për krejt nxënës e shkollave të mesme të larta të komunës Vushtrisë, sigurojmë shujta e mësim gjithditor për nxënësit e shkollave të Vushtrisë, sigurojmë shëndetësi me shumë shërbime e analiza shtesë që këta i kanë kufizuar në 4 vitet e fundit, sigurojmë qendrën e zejtarëve dhe tregtarëve tradicional të Vushtrisë që do të bëj Vushtrin me një qendër qyshikohije që përfaqëson vlerat e traditës dhe historisë, sigurojmë lidhjen e Artakollit me Vushtrin përmes rrugës Novolan Vushtri, sigurojmë edhe shumë projekte bashkë edhe me partnerët tonë, shtesim bizneset dhe ekonominë, shtesim zhvillimin përmes funksionalizimit të zonës ekonomike në Lumadh, sigurojmë gjithë transparencë dhe përfshirje të qytetarëve në vendimarrje dhe në qeveri. I nderuar kryeministër, të falenderoj që ke dashur shumë buxhet për Vushtrin, por ndihemi keq që ato miliona kanë përfunduar në gjithë llogaritë e oligarkëve në Skenderaj, prandaj me ne në qeverisje buxhetin që na ndon ti do t'i shërbej Vushtrisë e punësimit e zhvillimit Vushtrit. Ju faleminderit gjithëve nga zemra, na prift e mora, atyre që provojnë, na kërcënojnë e friksojnë, nuk mund na të ndosin drejt fitores. Faleminderit. Për tension të nalt, sylti je vetë doktor. A për panik të përhapur, i ki 4 vjetë mja u hje krejt, jo të gjithve po se cilit për tyre për të mirën e vetë atyne. Të dashur qytetar, nga Vushtria shkojmë te Fush Kosova e Valon Prebrezës. Fush Kosova është tash thuaj se e bashkuar me Prishtinën, por qeverisjet lokale deri më sot kanë krijuar atje një kaos urban, pa shërbime publike dhe infrastrukturë të nevojshme. Me Valon Prebrezën, i cili është dëshmuar si menaxher i aftë dhe drejtuesi pa korruptuar, ne do të sjellim frym urbane e funksionale dhe zhvillim modern për të gjithë për Fush Kosovën. E nga ana e qeverisë sonë, zotohemi se do të financojmë dhe do të zbatojmë me shpejtësi infrastrukturën dhe impjantin për kogenerimin dhe ngrohtorën e qytetit. Prishtina e ka, duhet ta ketë edhe Fush Kosova dhe me Valon Prebrezën shumë shpejt do ta ketë. Valon Prebreza, kryetari i ardhshëm i Fush Kosovës. Faleminderit. I nderuar kryeministër, të nderuar kandidat për kryetar komuna, të nderuar qytetar. Fush Kosova është gati për një kapitull të ri. Me 12 tetor, qytetarët e Fush Kosovës na dhanë besimin dhe ky besim është forcë për neve që në ballotazhin që do të hyjmë tani ta fitojmë bindshëm dhe ta bëjmë ndryshimin e madh historik. E sa i përket projekteve, projektet që kam i nisë hajra në Prishtinë nuk mundën pa e përfshirë Fush Kosovën. Unoza e qytetit kalon ka Fush Kosova. Po ashtu, lidhja do tjetë Prishtinë, Fush Kosovë dhe Obiliq. Të 3 komuna do tjenë projektet përbashkëta, duke shtuar të gjitha projektet që i kemi në plan programin tonë për komunën tonë e veçanti.
Fitoria është e jonja, fitoria është e qytetarëve, fitoria është e fushë Kosovës, andaj me 9 nëntor do të festojmë bashkë. Faleminderit. Nga fushë Kosova, shkojmë në komunën Fqinje, në Obiliq, qyteti të cilin ne e duam dhe e thrasim Kastriot. Atje prodhohet energjia me cilën nxehet e gjithë Kosova. Por fatkeqësisht Kastrioti që jep ngrohje për gjithë Kosovën nuk ka ngrohje qendrore për vete. E pra dashur banor të Kastriotit, nëse doni që Obiliqi të bëhet përfundimisht Kastriot dhe nëse dëshironi të shihni të realizuar projektin e ngrohjes qendrore, ju e dini adresën Halil Thaçi, një njeri vendosur, shumë punëtor, e që nuk tutet, e që nuk heziton, e që nuk vjedh, por veç se punon, shërben e kontribon. Me Halilin kryetar e me qeverisjen tonë qendrore, ngrohja qendrore e Obiliqit do të jetë prioritet lehtësisht i realizueshëm. E ftoj Halilin që t'ju drejtohet juve të nderuar pjesëmarrës. Faleminderit kryeministër, përshëndetje për gjithë aktivistët. Fillimisht faleminderit kryeministër për mbështetjen e vazhdueshme për qytetarët e komunës së Obiliqit, edhe pse atje me 9 tetor, 12 tetor, më falni. Me 12 tetor i kem pas dhe vizitor për i Kolluborit atje Troshkës. Jenë ardhë dhe kanë votu për atë kryetar, ish kryetarin e komunës që e kam unë kundër kandidat. Nga këtu, po i bëj thirrje qytetarëve të komunës Obiliqit Kastriotit. As Kollubori e as LDK-ja nuk kanë me na mposht me nëntor. Me nëntor, sigurisht që edhe një komunë, përveç të 3 komunave kampione e 11 të tjerave, me 9 nëntor, Obiliqi do të frymoj me vetë vendosin. Faleminderit shumë. E nga Kastrioti, shkojmë në Rahovecin e vreshtave të verarive, të fermerëve shëmbullor, të grave të Krushës Madhe e të ideologut ton kombëtar Ukshin Hotit. Në Rahovec kemi shumë projekte me kryetarin Ali Dulin, por Aliu më ka kërkuar të vendosim si prioritet qeveritar zgjerimin e sistemit të ujitjes tokave, duke potencuar edhe ujitjen e vreshtave me sistemin pik-pik. E pra, i dashur profali, unë u konsultova edhe me ekspertët që i kemi në qeveritë Republikës, e që janë specialist të bujqësisë dhe sot mund të them me plot bindje se sistemi i ujitjes në Rahovec do të zgjerohet, me qenë se është jo vetëm interes i Rahovecit, por edhe interes i ekonomisë tonë kombëtare mbar. Rahoveci do të bëhet perla e vreshtarisë të rajonit tonë ballkanik e jo vetëm e Kosovës. Prandaj, profesor Ali Dula, kryetar i ardhshëm i Rahovecit, para jush, zonja e zotri, dashur aktivist. Shumë i dashur dhe i respektuar kryeministri i Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurti, falenderit shumë për gjitha zotimet që do t'i realizojmë së bashku në mandatin tonë, të nderuar deputet të gjithë bashkëpjesëmarrës të këtij tubimi madhështor. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrje,
të dashur qytetar të komunës së Rahovecit, jam këtu para jush me besim të plot dhe vendosmëri, sepse besoj thellësisht në potencialin e Rahovecit dhe njerëzve më punëtor anëngban globit. Rahoveci është zemra e bujqësisë, por kjo zemër do të rrahë më fort pas 9 nëntorit. Së bashku, fermerëve do t'i ndihmojmë, mbështesim dhe do t'i trajtojmë dinjitetshëm, ndërkaq fshatrat do t'i lidhim me qytetin në mënyrë që të mos kemi më shpërfillje të qytetit. Gjithashtu, tregjet maksimalisht do t'i bëjmë të shfrytzueshme dhe po ashtu funksionale. Por këtë do t'a bëjmë me ekipin ton të lëvizjes vetëvendosja nga qendra e Rahovecit, e cila ka arritur në një garë jo krejtësisht të barabartë në këto zgjedhje që i patëm, por që fitoria s'ka ku të shkoj, fitoria do t'jetë e ynja. Ne në Rahovec, kryeministër i nderuar, pretendojmë dhe do t'i realizojmë që Rahovecin së bashku me ekipin ton t'a bëjmë të pastër, funksional, të rregulluar, të organizuar. Në segmentin e shëndetësisë e kemi zotimin e juaj që do të kemi një poliklinik specialistike, ku do të zgjerojmë strukturën tonë kadrovike që është një deficit në segmentin e mjekësisë në Rahovec, ndërkaq në segmentin e arsimit do të avancojmë dhe do të modernizojmë me mësimin digital në të gjitha klasat e shkollave në komunën e Rahovecit, po ashtu të rinjtë tanë do të kenë edhe hapësira ku do të zhvillojnë aktivitetet tyre të lira në palestër, në qendrën rinore dhe me një teatr funksional për cilën ka qenë edhe zotimi ynë në programin tonë. Të gjitha këto zotime do të jenë realitet faktik me qeverisjen tonë që do të krijojmë në Rahovec pas 9 nëntorit, dhe gjithashtu mos të harrojmë që këto fillojnë me programin tonë dhe së fundi ne do të krijojmë një qeverisje me një koncept të zhvillimit dhe jo me një koncept të kalkulimeve të ndryshme politike që realizohen tash e 12 vjetë në komunën e Rahovecit. Prandaj, kryeministër, faleminderit shumë për gjithë mbështetjen që i keni bërë komunës së Rahovecit. Ne jemi mirënjohës shumë për 20 milion e kusur që janë investuar në këto 2 vite që kanë ardhur ekskluzivisht nga ekzekutivi qendror. Faleminderit nga zemra, numri 105, numri i fitores në komunën e Rahovecit. Shumë faleminderit. E krejt në fund, shkojmë në Gjelan te Alban Hyseni. Te Alban Hyseni, kryetari i tanishëm dhe i ardhshëm i Anamrovës. Për 71 vota, po na duhet me dalë në balotazh në Gjelan. Me gjithë këtë, Albani është punëtor e i ri, ka energji, e dije, kështu që as nuk lodhet, as nuk përton. Në Gjelan, përveç përfundimit projekteve problematike që i kemi trashëguar, zotohemi për 2 gjëra, të cilat i kemi diskutuar e i kemi përmendur edhe më parë. Ngrohtoria e qytetit është prioritet, një projekt krejt i ri që do të çojë ngrohjen në banesa e do të kursej energji e para, e përveç saj do të bëjmë edhe unazën e qytetit apo rrugën qarkore, ku tashmë kemi nisur me shpërndësime. Gjilani e di çka do të thotë punosh me nder e të rrisësh investimet, prandaj Albanit i themi kur mos u ndal e ne do të bëjmë kryetar. Faleminderit shumë, kryeministër, të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi, të dashur qytetar, më lejoni që fillimisht ju falenderoj për mbështetjen e për përkrajen, jo vetëm në Gjilan e në Prishtinë, po gjithandej Kosovës,
për lëvizjen vetëvendosje në të gjitha proceset që kemi kaluar, por edhe sigurisht në aktivitetet tona. Për dallim prej 11 komunave këtu, unë jam pak më specifik, sepse deri tash kemi kërkuar ndryshim, tash kërkojmë vazhdim, dhe me këtë rast, me që po kërkojmë vazhdim qeverisës Mijen Gjilan, më lejoni që t'i uroj kryetarët e mrekullueshëm të 3 komunave që kemi qeverisur në mandatin e kaluar, cilët tashmë e kanë konfirmuar edhe mandatin e dytë, e cilëve besoj që shumë shpejt pas datës 9 nëntor, do t'i bashkohemi edhe shumë kryetarë nga komuna që jemi në balotazh. Në 4 vitet që kaluan, kemi punuar shumë në 3 fusha kryesisht, por pa na shkaluar edhe të tjerat. Arsimi, shëndetësia dhe bujqësia kanë qenë top 3 prioritetet tona, me cilat kemi punuar dhe kemi sjellur ndryshime të mëdha për gjatë këtij mandati. Në arsim, kemi filluar ndërtimin e shkollës së re të mjekësisë pas 30 viteve themelim të shkollës. Bursat për studentët nga 130.000 euro për 4 vjet kanë shkuar në 650.000 në mandatin tonë. Kemi investuar në renovim të shkollave, në arsimin dual, në praktika profesionale, në laborator të shkencave të natyrës e në renovime të shumicës së shkollave të qytetit. Më pas kemi vazhduar me shëndetësinë, ku mes renovimeve të shumta e investimeve në infrastrukturë, kemi blerë dhe pajisje siç është mamografia dhe kemi filluar ofrimin e pap testit, shërbime që ofrohen pa pagesë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare dhe që kanë ofruar shërbime për më se 6.000 gra deri më tani. Dhe jam shumë i bindur që në mesin e këtyre 6.000 personave që kanë marrur shërbime, padyshim që ka persona të atill që kanë shpëtuar si rezultati diagnostikimit të hershëm dhe intervenimeve të nevojshme më pas edhe në ÇKUK, ku edhe Ministria e Shëndetësisë e Qeveria e Kosovës ka sjellur ndryshime të mëdha. Por nuk janë vetëm investimet në sektorin e arsimit e të shëndetësisë, ato të cilat tashmë e kanë bërë Gjilanin që të konfirmoj besimin e madh me 49.8% ose me minus 71 vota vetëm në komunën tonë në zgjedhjet e 12 tetorit në raundin e parë. Në sektorin e bujqësisë, mbështetja për kraja jonë për fermerët e komunës ka qenë rekorde dhe e pakrahasueshme me ndonjëherë nga qeveriset paranesh. Por për të ardhmen, kemi 3 shtylla kryesore mbi bazën e cilave do ta ndërtojmë qeverisjen tonë dhe transformimin përfundimtar të Gjilanit. Është qyteti i zhvilluar në mesin e cilave hyn 11 projekte që tashmë po punohet, vlera totale e cilave është mbi 80 milion euro, e ku përveç këtyre projekteve do të hyjë edhe unaza jashtme, qarkorja e brendshme dhe zona ekonomike, të cilat do të mbështeten nga Qeveria e Kosovës dhe tashmë kemi nisur procesin për ndërtimin e secilit prej këtyre projekteve. Më pas është komuna për të gjithë, ku me politikat tona sociale do të ofrojmë kujdes, do të ofrojmë vëmendje e do të ndihet ngrohtësia e institucioneve komunale për secilën kategori të shoqërisë tonë që ka nevojë për kujdes dhe për vëmendje. Në anën tjetër, të dyja këto shtylla do të sjellin Gjilanin e së ardhmes, i cili do të jetë vend ku mund të zhvillohet, ku mund të punohet, ku mund të ketë progres, ku mund të ketë mirëqenie dhe ku secili e gjen një vend brenda qytetit tonë. Pra, lejoni tash për fund që të falenderoj deputetët e Gjilanit, të cilët kanë qenë krah meje për gjatë këtyre muajve, e cilët kanë qenë më aktivistë se sa të gjithë të tjerët, dhe në këtë mënyrë kemi rritur mbështetjen për lëvizjen, por edhe kemi konfirmuar një rezultat që është më i madh në histori të qytetit tonë. Dhe jam shumë i bindur që me mbështetjen e deputetëve të qeverisë në komunat ku jemi në balotazh, padyshim që në të gjitha këto komuna do të jemi me kryetar të ri, me ndryshime në 11 e me vazhdim të ndryshimit 2021-s në Gjilan. Ju faleminderit shumë e mirupafshim në festën e fitores. Të dashur qytetarë, këta pra janë 12 kandidatët tonë, 12 kryetarët e ardhshëm në 12 komuna të Kosovës, atëherë kur do të numërohen votat në mbrëmjen e 9 nëntorit, pra nesër mbrëma një javë.
Ndërkohë, në këto 8 ditë, u a thoni të gjithëve se këto zgjedhje komunale, lokale, janë po aq të rëndësishme sa zgjedhjet parlamentare qendrore. Ju të gjithë e shihni se sa përpjekje po bëhen për t'ja ndalur Kosovës ngritjen e rritjen. U po se si vetëvendosje nuk mjafton të fitosh për pak, e as vetëm të dalësh i pari. Duhet të fitosh edhe ma shumë se bindshëm, sepse kjo është e vetmja mënyrë që ta çojmë përpara agjendën tonë zhvillimore e progresiste e shoqërore, shtetërore dhe kombëtare. Në emër gjithë juve, i bëj thirrje sërish bashkëdhetarëve tonë, mërgatës sonë dashur, që të votojnë me post deri me 8 nëntor ata që janë të regjistruar. E ata që nuk janë të regjistruar, po të kenë pak mundësi, sa do pak mundësi, të vinë e të votojnë fizikisht. Çdo votë është e vlefshme, cila do votë mund ta bëjë dallimin. E për më tepër, të nderuar qytetarë, zonja dhe zotëri, motra dhe vëllezër, duket se po shkojmë edhe drejt zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, por këto zgjedhje lokale janë ndikuese edhe për fatin e zgjedhjeve të përgjithshme. Kështu që mos e lini për pak, dilni e mbështesni kandidatët tonë, sepse kjo na jep energji që të fitojmë edhe më fort, edhe më shumë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Unë ju falenderoj të gjithë juve, secilin e secilin prej jush, edhe ata që nuk janë këtu, e që punojnë pa u lodhur e pa u ndalur për fitoren e kryetarëve tonë, fitoren e lëvizjes sonë. U jam mirënjohës për gjithat angazhim që e kanë bërë në gjithat o fushata, por edhe jashtë tyre. Por le të bëhemi tash bashkë. Ministra e zëvendës ministra, deputet e asambleista, aktiviste e aktivist, cep më cep Republikës Kosovës, edhe nga diaspora jonë, bashk të dielën e 9 nëntorit, në mbrëmje, le të shndrisin 12 yje në qiell prej këtyre 12 kryetarëve tonë, atëherë kur do të shpërthej fuqishëm festa e fitores së lëvizjes vetëvendosje. Hojra, Fatoni dhe Alboni, Taulonti, Ardioni dhe Artoni, Aliu, Jetoni dhe Arsimi, Syla, Halili dhe Valoni. Këta janë emrat e kryetarëve që i duhen Republikës Kosovës, e të cilët ju do të mund t'i bëni fitimtar të dielën e 9 nëntorit. Ju faleminderit shumë, ju faleminderit për punën, vëmendjen, pjesëmarrjen, angazhimin, kontributin, natën e mirë dhe miropafshim.